Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe David Lammy ka vizituar Kosovën. Ai u takua me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa mbajtën edhe një konferencë për shtyp. Në fjalën e tij, sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar e buri theksin tek normalizimi i marrëdhënieve mes Prishtinës e Beogradit. Janë disa gjëra që duam t'i shohim, normalizim të qëndrueshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Britania padyshim është kontribuese e madhe në KFOR. E kam vizituar KFOR-in herën e fundit që isha këtu dhe do ta vizitoj prapë. Shpresoj që qeveria e ardhshme adreson nevojat e gjithë qytetarëve, përfshir progresin në integrimin e serbëve në Kosovë dhe angazhimin e fuqishëm në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Sipas sekretarit britanik, formimi i qeverisë së re në Kosovë është i rëndësishëm në situatën ku gjendet vendi. E mirëpres progresin pozitiv që keni arritur në procesin zgjedhor në shkurt dhe shpresoj që do të vazhdohet së shpejti për të formuar qeverinë e re që është esenciale në këto momente sfiduese. Kryediplomati i Mbretërisë së Bashkuar u shpreh se për vendin e tij është e rëndësishme që Kosova të shënojë progres në rrugën euroatlantike. Presidenti Vjosa Osmani tha se një pikë tjetër kyçe ishte edhe bashkëpunimi i dy vendeve në fusha të ndryshme. Sot kemi diskutuar gjëra gjatë për thellimin e bashkëpunimit tonë strategjik në këto fusha, të cilat pastaj do të vazhdojnë me diskutime ndërmjet dy ekipeve tona, dhe vlerësoj shumë faktin që e keni mirëpritur këtë propozim për zgjerim të partneritetit. Jemi të përkushtuar të vazhdojmë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona për ta konkretizuar këtë marrëveshje dhe për t'i dhënë formën e duhur dhe ta nënshkruajmë sa më parë që të jetë e mundur. Osmani ka përsëritur se Kosova mbetet e përkushtuar për paqe dhe stabilitet pavarësisht përballjes me provokimet e vazhdueshme të Serbisë. Ai bëri edhe një thirrje për vendosjen para përgjegjësisë të autorëve të sulmit të shtatorit 2023 në Banjsk. Sa kaq mbrëmjen e të martës, kryediplomati britanik u prit në Prishtinë nga kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili theksoi faktin që ende nuk ka drejtësi dhe llogaridhënie për sulmin terrorist në Banjsk, teksa Milan Radojčić ende i lirë dhe i mbrojtur nga aparati shtetëror serb.